Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e lartësuar lavdërojmë qoftë salavat dhe selam e pejgamberit e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Po vazhdojmë me dersin e sirës me lejen e Allahut. Javën e kaluar kemi shpjeguar rreth disa vuajtjeve me të cilat janë ballavaçuar muslimanët e parë dhe trajtimin e mushrikëve të Mekës që ja u kanë bërë këtyre njerëzve, dhe kemi shpjeguar që vërtet ato grupe dhe zakonisht shumica e të parëve që kanë pranuar Islamin kanë qenë njerëz të thjeshtë dhe ajo pozita e ulët e klasës me kasve, kështu që ata dhe janë ballavaçuar me vështirësi të mëdha. Por nuk do të thotë që këta tjerë nuk kanë pas vështirësi edhe ballavaçime, duke filluar edhe prej pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, varësisht edhe prej rrethanave edhe atyre mundësive, nuk është që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk është që është ekspozu ose ka dalë në mbrojtje ndaj secilit zullum që e ka pa që po i bëhet Mekë. Sikur që është rasti me familjen e Yasirit, që e kemi pranë javën e kaluar, janë dy shahidat e parë në Islam, Sumeja edhe Yasiri. Sumeja faktikisht është vrarë duke u therrë me shtizë nga ana e Abu Jehlit dhe konsiderohet si shahidja e parë në Islam. Gjithashtu edhe Yasiri ka vdek nga plagët edhe nga vuajtjet që i ka përjetu prej idhujtarëve të Mekës në përgjithësi. Dhe këta kanë qenë në familje që kanë qenë ajo shtresa e ult e banorëve, do thotë, Mekës, por ajo që ka po du me e nxjerr nga këtë ngjarje është që kur ka kalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një rast afër familjes të Yasirit, që ka qenë Sumeja dhe Yasiri, po gjithashtu edhe Amari, duke u përsekutu edhe duke i ballavaçuar me vujtjet e mushrikëve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i është drejtuar atyne dhe ka thënë sabran ya ali Yasir fa inna maw'idukumul janna, që në përkthim bëni sabër o familja e Yasirit, për arsye se vend takimi juaj edhe vendi juaj është xheneti. Që kjo është që ka pas mundësi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me bën ato rrethana. Edhe nga kjo e marrëm, ndoshta po ndërlidhem edhe në rrethanat aktuale të botës islame në përgjithësi, edhe mundësisë, respektivisht pa mundësisë muslimanit në reagim karshi një zullumi apo një padrejtësie që mundet me ndodhë në mesin e muslimanëve në përgjithësi. E kam fjalën në aspektin individual, nuk e kam fjalën në aspektin publik ose në aspektin shoqëror, po e kam fjalën në aspektin individual, se si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam reagimi ka qenë varësisht prej mundësisë. Edhe në ato rrethana nuk ka pas mundësi. Mundet me thonë dikush pse Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk u shku edhe fizikisht si ka mbrojt apo i ka largu prej atij zullumi që ja kanë bë, për arsye se de facto sipas rregullave të mushrikëve të Mekës, ata kishin drejt me ushtru qatë dhunë ndaj robërve të tyne. Apo don, sa ata kanë qenë zotnit, ta kanë qenë robër, apo. Edhe nuk ka pas mundësi Muhamedi sallallahu alajhi wasallam me shku me i largu fizikisht, përsa ata dhe vetmja mundësi që ka qenë lutja edhe duaja për ta. Edhe nga kjo rrethon edhe situatë kuptojmë se vërtet reagimi i muslimanit në rrethanat ndryshme është varësisht prej mundësisë edhe fuqisë të cilën e ke. Përsa ta edhe është ajo rregulli, e keni parasysh tek ndalimi i të keqes, kanë thonë ulemat, jo, nuk e kam fjalën se edhe hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kush ka mundësi me largu me dorë të largon, nëse nuk ka mundësi atëherë me gjuhë, nëse nuk ka mundësi atëherë dhe ta urrej me zemër, kjo është do thotë ato shkallë. Po disa prej ulemave e kanë zbërthy këtë çështje pak në formë më detajzuar dhe kanë thonë që
kategoria e ndalimit nga e keqja, posaçërisht duhet me thonë që nëse ti e ndalon një të keqe ose e largon dikun nga të keqe, mirë po çaj reagimi jot i ngjatëfor për me largu, nëse sjell një të keqe më të madhe, atëherë lesa ashtu të keqen. A e keni parasysh? Për arsye se nëse ti e largon çat keqe, edhe çaja largimi i keqes e bën si pasojë me sjell një të keqe edhe më të madhe, atëherë ma e rregullt është me u largu, me e lënë të keqen çashtu që është, se sa më bë sebeb me prunë një të keqe edhe më të madhe. Dhe kjo në rrethana të thirrjes edhe davetit, besoj që e keni parasysh, ha? Ibnul Qayyim posaçërisht e shpjegon këtë dhe e detajzon, e ndon do thot në katër kategori ndarjen nga ndalimin nga e keqja. E para është kur ndalimin nga e keqja është do thot e mundshme edhe ti stopon atëre në këtë rrethon ti ke bë gjuna. Për arsye se nuk e ke zbatu urdhrin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që me e largu atë keqen, nëse ki mundësi. Dhe kjo është do thot sikurse shembulli i prindit ndaj fëmijëve të vet, kur ka mundësi e kështu me radhë e bën këtë. Kur kategoria e dytë është kur ndalimin nga e keqja faktikisht nuk e largon tërësisht, po mundet me paksu qatë keqe. A i ki parasysh? Mundet me paku. Për shembull ti reagon, edhe çaj reagimi jot nuk është që e largon këtë atë keqe, mirë po e pakson, e zvogëlon të keqen. Atë edhe në këtë rast reagojmë, do thotë edhe ndërmarrim hapa konkrete. Kategoria e tretë është nëse reagojmë apo ndalojmë nga keqja, mirë po ndalimi jon mundet me sjell një të keqe që është e përafërt ose njëjtë me atë keqe që ka qenë. Apo? Atëherë në këtë rrethon disa për ulemave kanë thonë që reagon, domethënë e ndalon, pavarësisht edhe nëse sjell një keqe e njëjtë, disa kanë thonë nuk reagon, për arsye se nuk është që po bën diçka që po e largon të keqen edhe po bën diçka pozitive. Dhe kategoria e katërt është kjo që nëse ti reagon edhe ndalon nga keqja, edhe ai reagim, edhe ai ndalesë, edhe ai veprim fizik të cilën ti e bën me sjell një të keqe edhe më të madhe, atëherë në këtë rast e lën të keqen ashtu siç është, më mirë që e keqja është ashtu se sa me sjell do thot një të keqe edhe më të madhe. Sikur që mundet me thonë, ka shembuj shumë të kësaj. Për shembull, nëse ti je në një vend ku ekspozohet rakia ose pihet rakia sende, edhe ti ki mundësi me shku edhe mi derdh ato, ose mi gjujt, ose me reagun këtë formë, mirë po çajo çka mundet me sjell policin, mundet me sjell reagimin, edhe ndoshta me pru rakia edhe më shumë ai për inati, kështu që ai largimi joti nuk ka efekt pozitiv, kështu që e lën ashtu siç është. A e keni parasysh? Pra, këtu kategori duhet me i pas parasysh thirrsi posaçërisht. E në rrethanën tonë e marrëm edhe nga reagimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që në shumicën e rasteve, mos them në të gjitha rastet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka reaguar fizikisht me e ndalu një padrejtësi ose një dhunë ose një persekutim i cili ka ndodhur në brenda në Mekë për arsye të pamundësisë. Ose edhe reagimin që me e shfrytzu me kaset, pastaj me i sulmu musliman edhe në formë më të madhe. Për arsye se edhe kjo ka qenë shumicën e rasteve ato veprime i kanë bë mushrikët e Mekës, ato që kemi përmend javën e kaluar, edhe me Bilalin radhiyallahu ta'ala anhu, edhe me Ammarin, edhe me Sumejen, edhe me Yasirin, edhe me Khabab ibn Arra, po edhe vetë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ato provokime që i kanë bë kur ka qenë sejdë, që kemi përmend rastin e Abu Jehlit që i ka bë, ose Uqba ibn Mu'ayt që ja ka gjujt atë plancin e devës e kështu me radhë, çka të gjitha këto reagime pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një formë apo tjetër kanë qenë edhe formë provokimit që ata të reagojnë fizikisht, muslimanë që kanë qenë pak në numër, disa dhjetra, edhe pastaj ata ti asgjësojnë në formë të tërësishme. Prandaj edhe ka qenë do thotë qasja e tyre kanë qenë të heshtun edhe nuk kanë reaguar fizikisht për mos me ardhur deri te një e keqe edhe më e madhe që të asgjësohen ato në formë do thotë të përgjithshme. E prandaj kjo përfitimi më i madh që e bëjmë do thotë në mësimin e sirrës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që me nxjerr mësime nga jeta jonë e përditshme. Prandaj për këtë shkak muslimani duhet me e shiku
mos me qenë reagimi I tij emocional. As ka mujt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me rrok, po them kushtimisht emocioni edhe me pa familjen e Yasirit që është duke I bë zullum, edhe duke u mbytë, duke u përsekutuar me shku aty edhe me stopu Ebu Xhehlin fizikisht. Ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam I fortë, ka mujt me bë, mirë po se ka bë. Pse se ka bë? Pse? Për arsye se ka pasur që ky reagim nuk sjell dobi, po sjell dëm edhe më të madh, apo? Edhe prandaj e kalon dëmin çashtu siç është. Është e qartë kjo është e rëndësishme me pas parasysh. Edhe kjo qasje jo me na bën neve që me kon mu pajtu me të keqen që e shohim, apo me lanë do thotë mos më mërzit ose sene kështu, mirë po me qenë të kujdesshëm në reagimet tona të cilat I bëjmë. Edhe në për internet ndodh për shembull shpeshherë dikush prej vllaznive nëse ka ndonjë reagim të pakontrolluar ose dikush ka një qasje kundër Islamit apo diçka e kështu me radhë, del për shembull siç ishte rasti e rrehin një gazetar ose një çapoti mund një analist apo dikon tjetër, pse e ka një televizor s'ka mujt mu përmbajt, o shku e ka prit te dera dhe ka rre. Çka ka bëj? Domthon çaj rreje po shfrytëzohet, pastaj po materializohet për me e sulmu dhe kundërshtu muslimanët në përgjithësi. A e keni parasysh edhe dalin dhe thonë qëre qysh janë musliman të dhunshëm, qysh janë musliman do thotë se pranojnë mendimin tjetër, e kështu me radhë e sillin, e pshtillin, vetëm për me I qit Islamin edhe musliman domthon që janë njerëz agresiv, që janë njerëz domthon që sulmojnë edhe mbytin e vrasin e këta vetë kanë fuqin dorë, këta s'bën Milan do thotë me pas do thotë mu rrit, mu bë më shumë për arsye se këta janë shumë të rrezikshëm. A është kjo do thotë paralajmërimi I shumicës ata njerëzve të cilët folin kundër Islamit që kjo është, që këta si kanë dorë diçka, këta s'kan me lon kurkun do thotë rahat do thotë në Kosovë ose në vendin tonë në përgjithësi. Që faktikisht nuk është domthon çaj reagim I pakontrolluar I dikujt e bën me ardhë do thot një të keqe më e madhe, pse ai na shte ka shfrytzuar veten ose edhe neve na ka kënaq, mira ka bë, e ka lyp ai, e kështu, mirë po e shoshitëm në aspektin e dobisë edhe dëmit asaj. Çashtu që ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka hesht, ka qëndruar 13 vite Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është përsekutuar. Po e marr një shembull shumë direkt, as ka mujt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam natko fshehur azi me organizu për shembull një atentat ndaj Ebu Xhehlit. A ka mujt? Ka mujt. Në më mbrana natës ke mujt, do thot, edhe kish gjet njerëz edhe I shkryja ajo punë. Po a I shkon ajo pozitive? A ishin rahatu musliman, ndoshta ishin rahatu një ditë, 2, 3, për arsye se sikush mundu. Mirë, po a ka zgjedhje pozitive që ajo? Jo, për arsye se ajo I shkon pretekst pastaj mu asgjësu musliman. Edhe përsa ta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka përdor forcën për shkak se nuk ka qenë në situatën në rrethanën që mundet mu ballafaqu me ta. Edhe ka qëndruar në atë rrethanë në atë situatë. Apo, domthon gjitha ato persekutime kanë ndodhur, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vetëm ka bërë dua. Edhe çysh është ai rasti I Khababit kur ka ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë: "O I dërguar I Zotit, a nuk është ballë mo? Pse çfarë zullumi janë të na bë, pse çfarë përsekutimi janë të na bë, pse çfarë javën e kaluar na kemi përmend Khababi domthon çfarë përjetimi ka pas, domthon me shpat në shtëpinë që ka pas ato shenja që ka treguar do thotë Omeri radhiyallahu ta'ala pa disa vite, va? E këtu I ka thonë, domthon ka pas në një rrethon kur o mërzit Khababi ka thonë edhe çka më bë. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çai ka thonë duro, domthon bë sabër se popujt para jush do thotë janë ballavaçuar edhe me vështirësi edhe më të mëdha. Saqë dikush prej tyre është kreh do thotë krahën, me krahën çeliku do thotë në lkurën e tij, derisa I ka shku do thotë ato therrat e krahnit çeliku do thotë deri në ashtë. Do thotë çashtu janë ngrit. Pastaj me sharr thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam I kanë marrë dhe I kanë dhënë për gjys. Edhe kanë qëndruar në fenë e Allahut madhreshëm dhe nuk kanë lohat. Dhe kjo ka qenë ajo situata dhe rrethana e dobësisë së muslimanëve edhe kanë bë ballë, edhe kanë bë durim, edhe madje edhe në këtë situatë, në këtë rrethon, për çata edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar Amari kur e kim përmend një pjesë të kësaj shumë pak kur është
persekutu Amari, ja kanë mytë nanën, edhe babën do thotë pak ma vonë me njerë ka vdek, Amari ka mbet i vetëm edhe ka qenë moshën 15 vjeçare, 5-16 vjeçare, nuk ka qenë do thotë burr. Edhe këto e kanë mundu. Atë shumë e kanë mundu, sa që s'ka mujt mi duru ato plagët edhe mundimet edhe vështërsitë që i ka pas, edhe ka fol do thotë fjalë kufrit me gjuhën e tij. Domthonë s'ka mujt me duru dhe ka thonë edhe kur ka ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ardhur i mërzitshëm. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka ka, atëherë i ka thonë o i dërguar i Zotit, ka thonë jam kanë në një situatë shumë të vështirë, saqë jam detyruar, do thotë nga pavedia, nga mundimin, nga vështirësitë që i kam pas, jam detyruar më fol keq për ty, edhe mi lavdëru zotat e idhujtarëve, do thotë Uzzën edhe Latin, mi lavdëru atë edhe me fol keq për ty. Edhe ka një vetën keq Ammar ibn Yasiri. Domthon pse ka thonë edhe për çata ka ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shumë i mërzitshëm, fëmijë i vogël, do thotë 5-16 vjet. Edhe kur i ka afru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë e çysh pe gjenti zemrën tonë. Domthon çysh e ki zemrën tonë, ka thonë zemrën e kam do thotë me iman. Unë këtu i kam thonë veç me gojë. Atëherë ka thonë nëse detyrojnë dhe jenë në situatën njëjtë, atëherë vepron njëjtë. Do thotë prap thuj ato për me shpëtu prej dhunës edhe vuajtjeve që mund me ti shtu mushrik të Mekës. Edhe ka zbrit ajeti illa men ukriha qalbuhu wa qalbuhu mutma'innun bil iman, vetëm ai i cili është do thotë i detyruar e bën do thotë fjalë kufrit nga është i detyruar, është do thotë në situatë vështire, atëherë i lejohet përderisa e ka zemrën plot me iman, do thotë është i qetë me iman, atë në këtë rast ai nuk ngarkohet edhe nuk obligohet, domthonë nuk i llogaritet se ka bë kufër. Po illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Man kafara billahi ba'da imanihi illa man kafara wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Pra në surën An-Nahl ajeti 106 ku Allah xhallahu ala kush ka mohu Zotin e Madhërisëm, përveç atyre të cilët janë detyruar me thonë fjalë të thotë kufrit, kurse zemrat e tyre kanë qenë të qetë edhe të pastër me iman, atëherë këta do thotë nuk konsiderohen se kanë bërë mosbesim, për arsye se kanë qenë në situatë vështirësisë. Njëjtë e dim domosdoshmë rregullin edhe parimin e Islamit që është që njeri do thotë në situata të vështirësisë i lejohet me vepru gjëra të ndaluara, sikurse ngrënia e mishit, derrit, për shembull në raste të urisë edhe frikës nga vdekja, e kështu me radhë, do thotë kur është në vështirësi, atëherë i lejohen haramet. Edhe kjo do thotë lejohet nëse je në një situatë që ke frikë për veten tënde, për jetën tënde e kështu me radhë, atëherë të lejohet me thonë fjalën e kufrit përveç domthonë me gjuhë, kurse zemrën me pas me iman. Dhe kemi thonë janë detyru edhe kështu kanë vepru një numër me thonë kushtimisht pothuajse të gjithë ata të cilët kanë qenë vështirësi edhe nuk i kanë lënë vetëm se me thonë një fjalë kufrit, pastaj mi lshu prej robërve, përveç kujt kemi thonë, përveç Bilalit, i cili ka thonë shpirti jam, zemra jam nuk ja vlen me thonë këtë, domthonë e ka thonë unë jam gjendje edhe me dhënë jetën keq kam edhe se them, do thotë o koni vendosur se them edhe nuk e ka thonë kur, edhe ka shpëtu prej kësaj vuajtje, edhe e kemi përmend javën e kaluar, Allah xhallahu ala e ka ngrit, edhe pas kësaj është bërë dhe muezini Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe ndoshta kanë thonë ulemat edhe si hikmet edhe urtësi e këtij qëndrimi të vazhdueshëm që ka pas Bilali, Allah xhallahu ala e ka nderu edhe me këtë vlerën që me qenë muezini i Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Në rastin e Bilalit radiallahu ta'ala anhu e dim që Ebu Bekr radiallahu ta'ala anhu është ai i cili e ka liru Bilalin nga robria, edhe rasti është që Umeje bin Khalaf, që ka qenë zotnia i Bilalit, me një rast duke mundu edhe duke e përsekutu Bilalin, Ebu Bekri ka qenë duke kalu edhe i thot pse pe mundon do thot këtë dikur do me vazhdu kështu. Do thot
se vazhdimisht e ka dënu, ditë për ditë e ka dënu, për shkak se s'ka pranuar më kthy edhe me thonë në fjalë të keqe për Allahun, fjalë të keqe për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ose mi lavdru idhujt e tyre. Atëherë Ebu Bekri i thot, unë kam një rob që është të thot djalosh i ri, edhe është shumë më i fuqishëm se Bilali. Edhe ka thonë, nëse don po i ndrojna, se është edhe në besimin e juj, do thot, ai ka qenë idhujtar, thot merret e ata ama mu Bilalin. Edhe Umej ibn Khalaf e ka pa që është pazar i favorshëm, për arsye se Bilali ka një dopt, edhe nga vështërsit, edhe nga inati që e kishte marrë, në anën tjetër robi i Bilalit radiallahu ta'ala ka qenë i fuqishëm, edhe ka qenë i jaftë, edhe ka qenë do thotë rob, mirë po njerëzit atëherë robrit i kanë shikuar në bazë të fuqisë, për arsye se ka qenë si do thotë aset i rëndësishëm do thotë për veten e tij, atëherë ka pasur që është do thotë një lloj shpagimi edhe një lloj fitimi i madh, atëherë ka pranuar edhe ja ka vonë edhe ka bë këtë ndrym. Edhe Bilal Ebu Bekri radiallahu ta'ala në atë moment që e ka marrë, Bilali me njëherë e ka liru në prej robrisë edhe ka bë njëri të lirë. Edhe ka vazhdu jetën Bilali në Medine, jo që ka arrit në një grad për arsye se e dim ai sistemi fisnor i klasave që ka mbretnu atëherë, mirë po, bile nuk është mund nga zotnia e tij ashtu siç ka qenë para se me qenë i robrum. Dhe Ebu Bekri, dhe këtu vërehet ajo vlera ato cilësit apo virtytet më të larta që ka pas Bilali Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, virtytet më të larta i kemi përmend në rastin e parë janë vrejt ku që o ba sebeb me pranu islamin shumica e të parve prej atyre që kanë pranu islamin, prej tyre ka qenë kush Othmani radiallahu ta'ala anhu, Sa'd ibn Abi Waqqasi, Abdurrahman ibn Aufi, shumica bile edhe atyne të përgëzume xhennet ka qenë Ebu Bekri ai që ka ndikuar te ta edhe i ka bërë davet. Dhe kjo ka qenë ai virtyti apo vlera që është vret kush është Ebu Bekri Siddiqi. Po e dyta që vrehet ka qenë jo vetëm në lirimin e Bilalit radiallahu ta'ala anhu, se na e njohim edhe zakonisht në popull e dim këtë që Ebu Bekri e ka liru Bilalin radiallahu ta'ala. Po Ebu Bekri ka liru shumë robër tjerë, do thot pej muslimanëve. Jo vetëm Bilalin. Bilali ka qenë pej më të njohurve. Prej tjerëve ka qenë edhe Ebu Fukejhe, edhe ky ka qenë prej robërve, e ka pranuar islamin, edhe te zotnia vet është ballafaqur me vështirësi, edhe Ebu Bekri u shkoi ka ble. Edhe ka liru edhe këtë. Do thot me shpëtu prej vuajtjeve të zotisë vet. Prej tyre kanë qenë edhe dy robresha, të cilat vërtet edhe këtu janë ballafaqur me vështirësi edhe mundime nga zotrit e tyre, saqë Ebu Bekri ka shkuar ka ble edhe këtu i ka liru. Që dihen me emra, e kështu që Ebu Bekri edhe këtu vrehet që e ka pas dert, do thotë është interesuar edhe i ka ble edhe është mundu do thotë m'ia u largu sa do pak mundimet edhe vuajtje atyre njerëzve që kanë qenë në robrin e atyre zotërive që kanë qenë mushrikin, edhe në këtë formë do thotë ka arrit me i largu. Sa që Ebu Kuhafe ka qenë baba e Ebu Bekrit, nuk ka qenë musliman. Do thotë e ka pranuar islamin mas lirimit të Mekës. Do thotë tek në fund, pak para se me vdekë, ka qenë o kon plak në një pleqëri të thellë, o kon verbru, edhe në këtë kohë kur e ka pasur Ebu Bekri pe liron të robrit, edhe ka thonë bile thotë ti kishe liru që ata do robër që nesër mund me ta kthy me të mirë, po shkon pe liron do të thonë që janë do thotë shumë dopt, s'mund me të ndihmu askur gjë, apo kupton? Për arsye se në atë kohë ndoshta e kum përmend edhe më herët, kur zotnia e ka liru robin e vet, ka pas një farë privilegje shumë të madhe, ja ka ditë shumë të madhe këto, edhe madje ka pas të drejtën edhe trashëgimisë. Nëse ai për shembull ka fitu pasuni edhe ka pas, do thot kur ka vdek, ka marrë ky zotnia që e ka liru, ka marrë do thot pasuni prej robit vet që e ka liru. A e keni parasysh? Për shkak të kësaj se edhe është konsideruar, i ka thonë Maula Ebu Bekr. Maula
në arabisht domethënë është i dashur ose i afërm në aspektin e respektit që ai o bë sebeb me mi dhon liri atij robi, prandaj edhe e ka quajtur do thot Meula. Domthonë një lloj epiteti do thot i vlerës edhe respektit. Prandaj edhe ky baba i Ebu Bekrit ka thonë liroj bile do që jenë pak më të fortë, do që jenë do thotë që nesër edhe me konë ndaj vështirësi se ne ta ndihmojnë, përfiton prej tyre. Edhe Ebu Bekri thotë që unë këta nuk piliroj për me arrit ndonjë interes kësaj dynjaje. Edhe për me arrit të thotë ndonjë vlerë në shoqëni që kur të më shohin ata me më respektu, e me më ndihmu, e me më dal krah e kështu me radhë, po ata piliroj vetëm për hir Zotit. Edhe shpërblimin e pres te Zoti, si pres pe këtyne. Edhe këtu vrehet qëllimi edhe synimi i tij dhe ai epiteti që ka dhënë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Siddiq. Domthonjë që vërtet ka qenë i sinqert me punët edhe veprat të cilat i ka bërë. Prandaj i ka liru këta robër edhe Allah e ka synu do thot arritjen e kënaqësisë së Allahut të Madhërisht edhe për ata dhe ka zbrit në lidhje me këtë edhe ajetet pe surës Al-Lejl ku ka thonë fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Që kjo ka qenë për Ebu Bekrin radhiyallahu ta'ala në fillimisht. Që Allah xhalla wala bëhet por se ai i cili ka vonë është fjala do thot ka vonë pe pasurisë ti wattaqa dhe ka pas devotshmëri në atë dhënie wa saddaqa bil husna dhe ka qenë do thot i sinqert në atë mirësinë që e ka bërë, domethënë e ka bërë vetëm për hir të Zotit. Se ka menu do thot interesin e kësaj dynjaje që mundën nganjëherë njëri mi shku menja. Ai as që e ka mendu kët, po thot fasanuyassiruhu lil yusra ati, do thot do ta drejtojmë edhe do t'ja lehtësojmë do thot ka ajo që është do thot e lehta. Është fjala do thot në ditën e gjykimit edhe kur dalim para Allahut të Madhërisht. Pra, vërtet këtu vrehet edhe ato vlera edhe rëndësia e Ebu Bekrit në Islam për arsye se vërtet është mundu me të gjitha ato mundësi që i ka edhe pasunin që i ka me e shpenzu vetëm me i liru nga këto vujtje edhe vështërsi me cilat janë ballavaçu këta musliman të hershëm nga ana e mushrikëve në përgjithësi edhe vërtet ka tregu shembullin më të jashtëzakonshëm që mundet me tregu në çdo situatë dhe në çdo rrethon, po jo vetëm se na i kemi dëgjuar ndoshta shumicën e rasteve kur i ka nejt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Abu Bekri vazhdimisht gati në shumë situata, në shumë rrethona, por e shohim që kjo ka qenë praktikë e tij prej ditës parë të Islamit. Domthonë në çdo rrethon, në çdo situatë, në çdo Abu Bekri radhiyallahu ta'ala ka qenë ai elementi kyç që ka ndiku pozitivisht që me ecë musliman përpara edhe me kanë do thotë të suksesshëm në jetën e tyre të përditshme. Duke filluar prej ditëve të para që është bërë sebeb me pranu Islamin njerëzit më elitar të sahabëve në përgjithësi, pastaj u bë sebeb që me i liruan nga robëria ata që ballafaqoheshin me vështirësi të mëdha nga zotëritë e tyre në Mekë, e kështu me radhë tutje do të vazhdojmë edhe do t'i shpjegojmë edhe ato përparësi edhe veprimet me të cilat është dallu Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu nga muslimanët në përgjithësi edhe vërtet për këtë shkak edhe na si ehli sunne wal jamaa kur flasim për njerëzit më të vlefshëm mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e radhitëm kun Ebu Bekrin të parin, jo për ndonjë interes apo diçka tjetër, vetëm si rezultat i këtyre vërtyteve dhe këtyre veprave madhështore të jashtëzakonshme që i ka bërë ky njeri, prandaj edhe ka arrit këtë epitet mas pari tek Allahu i Madhërisht, pastaj edhe te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, po pastaj edhe tek ummeti në përgjithësi që me e dashur edhe me pas atë vlerë që ato që vërtet e kanë dëshmu se nuk ka qenë njëri i thjesht, po ka qenë njëri që ka dhënë kontribute të mëdha dhe të jashtëzakonshme. Pra, këtu ishin në përgjithësi ato fillimet e vuajtjeve edhe përsekëtimeve të cilat kanë zgjatë në mesin e muslimanëve në fillimet e shpalljes, dhe këto kanë qenë do thotë vitet e para. Neve e keni parasysh 3 vitet e para kanë qenë thirrja ka qenë fsheh. Pastaj ka filluar do thotë viti i 4 edhe fillimet e vitit të 5 kanë qenë çto përsekutimi në kom, domthonë haptas. Edhe me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam
edhe me këta sahabë posaçërisht me këta robërit në përgjithësi, edhe për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam kemi shpjeguar se me kasët kanë përdor ose idhujtarët e Mekës kanë përdor dy qasje. Qasja ka herë kanë marrë me të mirë që me e josh, kanë njerë kanë marrë me të vështirë edhe kanë përsekutu edhe fizikisht edhe psikikisht, edhe këtu i kemi shpjegu javën e kalum edhe javët më hershme, dhe kështu ka qenë realiteti edhe ballafaqimet e para në mesin e muslimanëve. Kur është bë situata pothuajse shumë e tensionuar në mesin e muslimanëve në Mekë edhe mushrikëve, atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka menduar në qasje edhe situata qysh me dal nga kjo vështërsi në cilën gjenden musliman. Edhe propozimi i tyre ka qenë çka me dal prej Mekës një grup i muslimanëve dhe me bë hijret. Dhe fjala është për hijretin në Al-Habasha ose në Abisini, që është do të thotë Etiopia e sotme. Me u tërhek edhe me shku një grup i muslimanëve atje. Dhe ky ka qenë propozimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe arsyeja ka qenë se fillimisht ka qenë e pamundur jeta fetare ose me jetu si musliman në Mekë, edhe ka dashur me dal. Jo Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, po një grup i muslimanëve me dal prej Mekës edhe me shku në këtë vend. Edhe e dyta në Habeshen, në Abisini, në Etiopinë e sotme, domthonë ka qenë një mbretëri në cilën ka gjyku një mbret që i kanë thonë Najashi. Najashi nuk e ka pas emrin ky mbreti i Etiopisë, por Najashi e kon epitet, sikur mbreti, sikur Kisraja, domthonë që shtojnë të na krali, e kështu domthonë kon epitet. Najashi ka si është quajtur do thot ai i cili e ka udhëheq Etiopinë. Dhe këta kanë qenë krishterë. Çfarë lloji krishterizmit nuk dihet shumë qartë, mirë, po ajo çka dihet është se kjo ka ndodhur do thot në vitin 570 sa domon 80-ta, domon vitin 600 e sa i bjen, atko faktikisht krishterizmi ka qenë i modifikuar, me thon kushtimisht, për arsye se deri në vitin 314 pas lindjes së Isaut alayhis salam, krishterizmi nuk ka qenë i zyrtarizum ose ka qenë i shkapërderur edhe tek romakët në përgjithësi, edhe ka pas shumë fraksione. Tash ka pas disa fraksione të cilat e kanë besu Isaun alayhis salam edhe si pejgamber. Domthonë nuk e kanë besu që është djali i Zotit. Ka pas fraksione që e kanë besu, dhe këto kanë qenë mesin e krishterëve. Disa kanë besu që janë dy zota, disa kanë besu që janë tre, disa kanë besu që është veç një. E kështu më radhë, domthonë nuk ka qenë. Në vitin 314 në Nice, është do të thotë një qytet, kur e ka pranu zyrtarisht perandori romak krishterizmin, i ka mbledh krejt kardinalët edhe peshkopët e krishterë që kanë ekzistuar në botë, i ka mbledh në këtë vend, edhe ka mbajt një kongres që me modifiku edhe me caktu çka është krishterizmi. Për arsye se ka pas shumë fraksione. Edhe këtu ai i ka vendosur disa rregulla dhe disa ligje që këtu është vendosur edhe temeli i Trinitetit. Do thotë se Zoti është i përbën prej 3 gjanave, do thotë prej Zotit kryesor, prej Shpirtit Shajt edhe prej Isaut, domthonë që është i biri i Zotit. Domthonë këtu është vendosur dhe ka urdhëruar që vetëm këto 4 me thonë transmetimet e Biblës që janë bërë prej apostujve të tyre të Isaut alayhis salam, vetëm këto domthonë që janë konsiderohen të sakte. Të tjerat që ka pas me 10 tjera, të tjerat gjitha i kanë djeg. Edhe i ka konsideruar që janë apokrife, domthonë që janë fallc, që janë do thotë jo të vërteta, edhe i kanë djeg, edhe ka filluar persekutimi i krejt atyre fraksioneve të cilat nuk e kanë besu krishterizmin, ashtu qysh e ka vendosur perandori romak edhe ata kardinal domthonë që janë së bashku. Dhe këtu ka filluar do thotë ai persekutimi. E tash kjo shteti i Najashiut ka qenë mas kësaj, do thotë qindra vite, do thotë 200-300 vite mas kësaj. Edhe ka qenë i modifikuar. Mirë po ka pas aty këtu edhe disa fraksione do thotë të krishterëve që e kanë besu
Isaun alayhis salam si pejgamber Zotit. Prandaj edhe Nexhashiu, që do të jep pak më vonë edhe kur e shpjegojmë atë kur ndodh hijreti i dytë në Abisini, kur të komunikon me Xhafar ibn Abi Talibin edhe mëson se çka është Islami, atëherë thotë vërtet kjo çka ma lexove ti dhe çka e ka dëgjuar prej Xhaferit, do thotë që e ka lexuar prej Kuranit, edhe ajo çka ka ardhur Isa alayhis salam është do thotë një është prej një seni, do thotë ka ardhur prej një vendi, që me një fjalë është shpallje e dyta. Domthonë kjo jep me kuptuar që Nexhashiu nuk ka qenë edhe në atë fillim shumë i bindur në ato pretendime të krishterëve në formë të prerë, prandaj ka qenë edhe ma lehtë afrimi i tij me Islamin edhe muslimanët në përgjithësi. Po për këtë do të flasim kur vjen ai komunikimi dhe debatin mes Nexhashiut edhe delegacionit me kasve edhe Xhafar ibn Abi Talibit që ka qenë prej udhëhesit të muslimanëve, do thot prej Mekës. Po ajo që ka po du me e theksu tash është që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë që vërtet në atë vend në Etiopinë sotme është një mbret i cili nuk bën zullum, edhe i lën njerëzit me besu, do thot lirë. Nuk i persekuton, nuk i mundon, nuk i ballafaqon me vështirësi edhe vuajtje, prandaj ka thonë shkoni atje. Dhe kjo para se me shpjegu domthonjë çka ka ndodhur atje, e nxjerrëm domthonjë gjithashtu edhe atë mësimin që vërtet edhe shtetet e jo besimtarëve nuk janë të gjitha në një kategori, apo disa janë pak ma strikt, domthonjë ma vështirë praktikimi i fesë, në disa ka liri ma shumë, prandaj edhe muslimani nëse ka mundësi edhe është në një rrethon të vështirësisë, atëherë kërkohet prej tij me u shpërngul edhe me shku atje ku ka mundësi me praktiku edhe me zbatu fen në formë të lirë, ashtu qysh kanë bë muslimanë, do thotë në fillim të shpalljes, pra kanë shku prej Mekës në Abisini, për arsye se aty kanë mujt me zbatu fen në formë të lirshëm, jo në Mekë qysh kanë qenë të përsekutuar. Çështja e dytë që është e rëndësishme me e pas parasysh është se si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka përshkruar gjendjen atje se njerëzit janë të lirë në praktikimin e fesë, që faktikisht ashtu është edhe në Islam. Se shpesh tek ne është një farë kuptimi në ashtë edhe mesin e muslimanëve, po tek ju musliman, që faktikisht nëse ka shtet Islam, atëherë aty zban me pas kisha, a ki parasysh, ose zban me pas krishter, që faktikisht nuk është e saktë kjo. Domthonë Islami nuk e ndalon për shembull ti krishterin me realizu ato çish më thon ritualet e tij fetare. Nuk është e ndaluar, domthonë nuk është që ndalohen fet. Në shembullin më të mirë e kem edhe jetën, do thotë për shembull në Egjipti e dim, domthonë sa sheku i kanë sundu musliman, 10% egjiptianëve janë krishterë. Pejt kalumës, janë krishterë. Do thotë arabisht folin, janë egjiptian, po faktikisht me fe janë krishterë, babe babgjysh, me thonë kushtimisht. Pse? Për arsye se edhe kur ka shku Islami aty, edhe kur ka ekzistu, nuk është që i kanë detyruar me zor me kon mu kthy në Islam. Kanë qenë të lirë me zbatu fenë e tyre. E keni parasysh, domthonë nuk është që i kanë e kemi përmend edhe shembullin e Stambollit për shembull. Në Stambol ki me 10 kisha që janë përhapura në përvende ndryshme, edhe sinagoga ki që janë jo tash, po pej kohës se muslimanëve do thotë kur kanë qenë Osmanlit. Për arsye se nuk është që i kanë mshel ato kisha e sinagoga, për arsye se Islami nuk e lufton, nuk e ndalon, do thotë dikush me praktiku fen që don me praktiku, domthonë e zgjedh ai vetën ose ka fen e vet, nuk e ndalon. Nuk është diçka të thotë e ndalume. Edhe te na është shembull i konkret. Domthonë muslimanët edhe jo besimtarët krishterë kanë bashkëtuar dhe kanë pasur të thotë secili fenë vetëm, nuk është që faktikisht toleranca fetare në Islam. Shumë ju e dini shembullin më të mirë, edhe më të rëndësishëm, ju e dini domthonë që ta jahudit që po ndodhin tash për shembull në Palestinë, në Gaza, lutim Allahun e Madhërisht me ja uletsu edhe me te i kalu këtë mundim dhe vështërsi me të cilën po ballafaqohen atje, po tash shikoni. Edhe kjo është e rëndësishme.
Jahudit në krejt perëndimin, domthonë krejt Evropën janë kanë përsekutim. A din ku kanë qenë të lirë jahudit? Në vendet e muslimanëve. Në Turqi janë kanë të lirë, në Siri janë kanë të lirë, në kur ka qenë në Shqipni, domthonë që përmenden shembulli që i kanë strehu jahudit. Pse kanë bërë këto, do thotë shqiptarët? Nga piknisja e fesë ka qenë, për arsye se ata kanë qenë përsekutuar këtë Evropën, për arsye se krishterët karshi jahudive e kanë një urrëtie fetare në kontekstin se i konsiderojnë se ata e kanë mbyt Isën alayhis salam. A e keni parasysh? Prandaj edhe këtu është ai urrëtia e jashtëzakonshme, përsa ata dhe Hitleri i ka konsideruar domosdoshmë që këta janë të rrezikshëm edhe kanë ndodhur që ato persekutime nga ana e evropianëve dhe krishterëve në përgjithësi. Tek muslimanët nuk ka ekzistuar kjo. Ka bashkëtu. Edhe në Medinë ka pas jahudi që ashtu që do ta shpjegojmë kur vim taj rrethona situata, kur janë detyruar me dal jahudit prej Medinës, jo për shkak të fesë, po kur kanë tradhtu. Kur i kanë tradhtu musliman, për arsye se kanë pas marrëveshjen mes vete, muslimanët edhe jahudit, edhe kanë thy marrëveshjen jahudit edhe kanë bë marrëveshje me mushrikët e Mekës për me ju ndihmu, do thotë mi luftu muslimanët në Medinë. Edhe aty është prish marrëveshja, prandaj edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju ka shpall luftë, edhe i ka dëbu prej Medinës për shkak të tradhtisë, jo për shkak të fesë. A keni për arsye se nuk ju ka pengu, edhe si ka pengu që ata me zbatu ose me praktiku fenë e tyre. Prandaj jeta shumë të na kuptojnë, mendojnë që muslimanët domthonë kur shkojnë këtë kishat i prishin domthonë na e dim që në përgjithësi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndalu edhe në luftë kur është nisë që mos me dëmtu kisha dhe mos me dëmtu ata qyshen ata njerëz që e adhurojnë që vetmohen nëpër manastire të ndryshme, qysh i thon këtyre murxhit që janë nëpër manastire ndryshme edhe që adhurojnë qysh ata e adhurojnë, do thotë ato ritualet fetare, pejgamberi sa ka ndaluar mi mbyt ata. Apo për arsye se përdesa nuk luftojnë ti, s'ki nevojë të thotë ata me i luftu pse ata besojnë diçka tjetër. O zgjedhja e tyre, ndërmjet tyre edhe Allahu të Madhërisht, kur shkojmë ditën e gjykimit, pastaj secili ka më marr shpërblimin respektivisht dënimin bazë asaj që ka adhuru. Po ju na me i luftu edhe me i asi vetëm pse ata janë jo besimtar. Për arsye se zgjedhja e besimit është diçka individuale që secili e bën. Prandaj edhe këtu po vrehet se si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë shkoni atje se është një mbret i cili nuk i dhunon njerëzit, nuk i shtin me zor, domosdoshmë secili adhuron, pra ka qenë përgjagjësimi asaj që kërkon Islami me qenë një shtet në kuptimin e fjalës. Që njerëzit mos mi shti, do thotë me zor, as me adhuru, as me ndru fen e kështu me radhë, ajo që na atribuohet neve që Islamin edhe musliman do thotë kanë ardhur këtu edhe me zor i kanë shti me ndru fen, që faktikisht historia e dëshmon që nuk është ashtu. Për arsye se po të ishte ashtu, atëherë nuk do të kishte fare krishterë në për këto troje. Apo, për arsye se do të detyroheshin krejt më bë do thotë musliman. Çashtu që ka ndodhur në Spanjë. Spanja 500 vite deri në 800 vite disa rajone kanë qenë shtete islame, musliman kanë jetu. Mirë po masi që domosdoshmë kanë marrë krishterët, aty do thotë i kanë detyru. Shumica atyre kanë bërë hijret. Do thotë kanë dalë për atij vendi, edhe një grup që mbet janë detyru mu deklaru se nuk janë musliman, edhe me kalimin e gjeneratave janë bërë krishterë. Prandaj edhe s'ka në Spanjë nuk ka musliman që janë do thotë që shtojnë babë baxhysh. Sikur që tham për shembull në Egjipt ki do thotë 10% popullatës, më shumë se 80 milion janë arab në Egjipt, banor do thotë. 10% aty janë do thotë krishterë, që vazhdojnë do thotë. Pse nuk i ka përsekutuar kurkush? Kush ka dashur të bëjë musliman, kush s'ka dashur, ka vazhduar do thotë në fenë e tij dhe ata kanë mbetë dhe vazhdojnë do thotë me praktiku dhe janë ortodoks, do thotë nuk janë katolik, janë ortodoks. Ata do thotë edhe e vazhdojnë do thotë në fenë në ortodoksizëm, edhe kanë do thotë ata pristrin popat e tyre vazhdojnë, dalin televizore, i sheh do thotë komunikojnë, folin arabisht,
sikur me kanë do thotë faktikisht musliman, po në vetvete ata janë do thotë krishterë e bardh kryqin, e kapuçat, si çu dalin këta shkijet ata popat e shkijeve domthonjë që kanë ato kapuçat e mjekrat e ato fistonat, domthonjë në çat formë do thotë veshën ata priftrin e tyre në përgjithësi. Pra, po du me thonë që liria edhe qasja e islamit çashtu qysh na ka mësuar feja jon e pastër është që njerëzit mos mi detyru do thotë në praktikimin e fesë ose mi au ndalu ata me praktiku fen. A keni parasysh? Edhe kjo vrehet edhe në këtë kërkesën që e ka pa pejgamberi sa me shkute në Habeshe, po gjithashtu edhe qysh do ta vrem edhe kur shpërngulen muslimanët në Medinë, qysh komunikon edhe qysh ka qenë raporti i tij me hebrejt në përgjithësi. Inshallah pra javën e ardhshme vazhdojmë me ngjarjet e shpërnguljes në Habeshe, që kanë ndodhur disa shpërngulje, jo vetëm një, edhe çfarë ka ndodhur në atë, o sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.